Nuk është mirë me llogarit pasurinë tane pa pas nevojë. Për shembull, i merr parë ti numëron. Në këshir kontën tane nuk të vjen kurrë veç kiçë me pa, më këshir ku janë tek janë. Nuk është mirë kjo. Është mirë me lan edhe me këshir veç kur të vjen. Kur të vjen, për shembull, e keni jetë me bani udhtim, e keni jetë me bledh diçka, hini llogarit e emrin a nuk emrin. Ama veç për shef, për shefit, kam shef hi këshyri për natë, nuk është mirë me këshyr, ku është, shka është, sa ka shku, sa ka ardhë, leje. Ka thonë Aisha radhiyallahu anha, e kena pas një ushqim hangshmi për tina, edhe që i ka Allahu bereqet gjithmonë. Po të një dikur, ja ka nisë me llogarit, edhe sa del. Edhe am del edhe 2 dit, am del edhe 3 dit. Kur ja kom nisë me llogarit që ashtu ka hu bereqeti. Do më thanë, bereqeti është kur të si llogarit heq. Qënë Allahu, puna, qatë punën që jetu, bo puna. Mos i qënë haram. Jep sadaka. Qënë Allahu, nuk i nevoj me llogarit të çdo natë. Ku jam, sa jam, a me dhe njerës ato të shyri, kështu sa janë atje. Jo, veç kur të vynë, për shembull, don me bani udhtim, don me bledh diçka, don me dhënë sadaka, ka ardhur koha e zakatit, i llogarit, ama jo me llogarit për shef, për shkak se me llogarit për shef hub bereqeti i pasunisë. Allah na ruaj të na bëjë muslimanëve të mirë.